Kam ardhur nga quhem Mevlan Mata, nga Peshkopia, nga Dibra, jetoj në Amerikë, New York prej 18 vjetësh dhe punoj në 11 vjet në shërbimin financiar në Amerikë, ku menaxhoj një fond për 1.2 miliard dollarësh. Tu kam ardhur vetëm si qytetar, për t'i bashkuar popullit tim, për t'i përzënë pushtetarët e 35 viteve të shkuara, që e kanë vjedhur këtë vend për aq vite. Sot në New York, në Financial Times, ai ka thënë që e ka sharë popullin shqiptar, ndërkohë që Dieta Arland Balla dhe kryeministri i Shqipërisë kanë thënë që ka një problem me ato që e ka lexuar deklaratën ndoshta më të rëndësishme të protestës, që artikulon kërkesat tona dhe shtron 4-5 pika mbi të cilat ne gjithë bijem dakord si popull, pa rëndësi ka kush e lexoi deklaratën. Me këto pika bie dakord populli dhe ne jemi këtu deri kur ato pika të realizohen dhe nuk do heqim dorë. Unë dhe miqtë e mi nga Amerika do vinë me mira, siç do vinë nga shtetet tjera. Diaspora shqiptare është e vendosur që ta çojë këtë deri në fund. Ju keni ardhur enkas për protestë? Vetëm për proteste, që nga e premtja dhe do rri këtu deri dielën dhe do vim prapë. Kryeministri ka thënë dje, por edhe më herët, që shërbimet huaja, dje ishin iranianët, ka patur edhe shërbimet vendeve të tjera, armike të Shqipërisë apo kundërshtarë të Shqipërisë, kanë ndërhyrë në organizimin e kësaj proteste. Si e shihni ju këtë deklaratë? Ne nuk merremi, po të shkojmë mbrapa fjalëve të kryeministrit ton, ne do bijem në rrjedhën e tij. Kryeministri duhet të shohë sa njerëz janë në shesh, pas tyre ka dhe njerëz që nuk vinë dot në shesh. Ne akoma nuk kemi parë rrethet dhe pjesëmarrjen e tyre. Diaspora akoma nuk ka ardhur këtu. Ne nuk merremi me deklaratën e kryeministrit. Ne merremi vetëm me kërkesën e panegociueshme për që kryeministri të dërhiqet, qeveria të dërhiqet, të kemi qeveri teknike dhe shkruajmë rregullat e lojës, që kur të vi momenti të shpallen platformat nga njerëz me dignitet dhe pastërti dhe populli shqiptar të ketë të drejtën të ketë zgjedhje të lira për herë të parë në 35 vite. Unë gjithashtu i them kryeministrit, lexo deklaratën, mos u merr me njerëzit që e deklarojnë. Kjo është vlen sepse ka patur një perspektivë që nuk